vajza nuk paguan kur kush kontrak për ta zaj. Nëse i pëlqen një palë këpuz, thjesht i kërkon ata. Çdo gjë në qendrën tregtare duket sikur i përket asaj, dhe nëse ndonjë punonjës guzon t'i kërkoj para, pronari i qorton dhe thot, kjo është sepse ajo është e vetmja e famshme në qytet. Emri i saj është Hope. Gjatë një gare, ajo e shtrëmbëroi keq kyçin në këmbës, por refuzoi trajtimin. Duke shtrënguar dhëmbët, ajo e përfundoi garën e plagosur dhe fitoi medaljen e parë të artë të vendit. Që nga ai moment, ajo u bë një heroin kontare. Emri i saj nëpër qytetin, çdo rrugë kishte parkim të rezervuar për të. Ajo shijonte trajtimin e veçantë. Pastaj një ditë, një vajzë u kthye, e njohu Hopin dhe me entuziazëm u prezantua si fansja e saj. Hope e gjevi paksa të bezdishme, por prap pranoi ta stëvise. Që ditën e parë të stërvitjes, Hope u shfaq qëllimisht me grumbull ushqimit të shpejtë. Vajza ishte e hutuar, por shpresa thërrësisht. Vazhdo ha. Vajza dëgjoi, mori pulë të skuqur dhe filloi të hante. Që nga ajo ditë ajo mësua me ushqimin e shpejtë dhe e hante çdo ditë. Shpejt barku i saj u rrit dhe ajo nuk mundi as të kryente një kërcim të thjeshtë mbi shufra dhe pabarabarta. Një trener tjetër vuri re gjithçka dhe ofroi të stërviste vajzën në vend të Hope. Shpresa refuzoi të hezitojë. Në atë moment ajo vendosi që personalisht do ta sillte vajzën përsëri në maj. Në ditët që pasuan, Hope e shtrëviti atë seriozisht. Ajo korrigjonte çdo lëvizje dhe përqendrohej në çdo detaj të vogël. Qortimi i ashpër nga dallu shndrua në durim dhe oci. Një herë kur vajza hezitoi gjatë uljes, Hope ja hoqi shpejt shiritin e flokëve dhe ja lidhi rreth kyçit të këmbës. Ulja tjetër ishte dukshëm dhe amiqe. Në atë moment Hope pa veten e saj më të re tek Naiza. Pak kohë më pas filluan lojrat olimpike dhe erdhi radha e vajzës për të garuar. Pa pritur, Hope kuptoi se nëse vajza fitonte, gjithë vëllvendja do të largohej prej saj. Ajo mori frym thellë, buzëqeshin kur ajoi. Gjatë garës, edhe përballë kundërshtarëve të forta, vajza qëndroi qetë. Një lëvizje perfekte pasoi tjetrën. Në fund ajo fitoi medalin e atë. Kamerat shkrepnin ndërsa ajo përqafoi nga gëzimi. Hope qëndroi qetë në shkajtë të turmës, por nuk kishte asnjë xhelozi, as zemërim, vetëm paqe e lumturi. Ajo e dinte që kjo vajzë do të shkonte më larg se ajo. Për çdo që dëshiron të shikojë historinë, filmi është